Dhe fitues i Big Brother Albania V5 është... Kjo është Troç Meredi në episodin e fundit dhe sigurisht dua ta nis me një falënderim për të gjithë mbështetjen dhe suportin që keni dhënë dhe në këtë edicion të dytë me komentet, me pëlqimet, me suportin, me share-et, me gjithçka që keni bërë ndaj videove të mia dhe padyshim ju jam mirënjohës të gjithëve. Tani do të kaloj pak tek analiza e përgjithshme dhe më pas kë shikoj dhe kë duhet të jetë fitues, padyshim do të jenë brenda kësaj videoje të elaboruara nga unë. Do ta nis me atë personazh i cili më së shumti ka ngjallur tek publiku një lloj inati, një lloj zhvlerësimi dhe një lloj jo më dashuri për të. Fjalën e kam për Rogertin, sigurisht që i ka dhënë dinamika kësaj loje, por ka shkuar në limite që nuk i kemi parë nga asnjë banor në asnjë edicion të kaluar të Big Brother Albania, qoftë aso kohë kur u bënte me personazhe të thjesht, e pak më pak tani më ku bëhet edhe me personazhe VIP. Por si të qoftë, do të mbetem i të njëjtit mendim që për mua ky lloj degradimi që Rogerti ka ofruar për audiencën nuk është pranuar, nuk është pëlqyer. Këtë e shikon në çdo sondazh online, ka pothuajse 1% të mbështetjes për të qenë ai fitues dhe padrejtësisht është pjesë finale, se nuk duhet të shkoj me shembullin e atit që los egër, që nuk ka parime, që nuk ka limite, që një vetëm degradimin, që një vetëm ofendimin, që një gjuhën e bullizimit, e ofendimit, e goditjes të jetë pjesë e një finale e Big Brotherit. Por ky është Rogerti edhe ata që e çuan në finale. Do të ndalem tek një personazh tjetër, tek Miri, që për mua është zmalluar e gjithë vëmendja që është dhënë në emisionet e topit, por edhe nga kolegët e tij, sigurisht pjesë e një grupi që ka vite në skenë, por jo një emër që ka qenë i, le të themi, individual në skenë, më së shumti ja njohur dhe ka qenë prezent në ekran dy pjesëtarët e tjerë të grupit, sesa vetë Miri, dhe kjo qasja e tij për të krijuar dhe për të mbajtur një krevat me Selin, që edhe pas të gjithë të këqijeve që ka kaluar në këtë edicion të Big Brotherit, duke marrë pothuajse 100% sinjalet që ajo që ti ke bërë me këtë vajzë nuk është pëlqyer, është gjykuar, i ka dhënë publikut një lloj bezdije se si një burr i martuar pranoi të bënte një lojë të tillë dhe ti, i dashur Miri, brëm, ku ishin të ftuar dhe moderatorët e Top Channel që pash një lloj protagonizmi të shumtuar të disa prej tyrve që kishin si një lloj lufte me banor, ndërkohë që këta të fundit shkretët kanë 4 muaj aty, kanë luftuar me gjithçka, janë të raskapitur, ju desh edhe portaliteti i disa moderatorëve që janë paksa të eksituara në qasjen dhe në terminologjinë që përdorin për të folur, por sidoqoftë publiku janë ngopi me komentet në rrjetet sociale, e dini për kë kanë fjalën, të mos zgjatem dhe të shkosh sërish te krevati me një lloj çiltërsie që e shikon tek syt, apo më saktë me një lloj ngazëllimi është e sakta që duhet të them atë që un pash tek Miri, që duke thënë që më ka ngulur thika, jam lënduar, kam bërë kështu, jam bërë ashtu, nuk është dashur të kish kuptohet ndjenja ime, ku ndërkohë ke qenë ti vetë që ke ofruar të vetëm lojë që ke ditur të bësh në Big Brother, është të kapësh pas një vajze të re, të bësh atë lojën e pisët të krevatit, edhe të inskinosh edhe të japësh tek audienca ndjesitë e tua, se nuk besoj kurse si që Miri e ka pasur të gjithë skem apo lojë këto përjetim të emocioneve për Selin, xhelozit apo edhe të gjithë intrigat që bënte, që ta mbante të mbërthyer në lojën e krevatit dhe të mos ikte kurrë nga ky pozicion dhe nga ky terminologji e folur për lojën e tij, ai sa dhe mbrëm u shpreh që do të krijoj këngë për të bërë një tekst që adhuroj Marko Strathia, që fliste për pabesi, për ngulje thikas, pra ka shumë që nga lënduar, ka shumë që nga prekur dhe ka shumë ka dashur një raport me Selin. Kjo është e paqartë, por për sa kohë ai del në këto ujëra, i bie që ka qenë dakord për të pasur diçka me këtë vajzën që kur u fut mamaja, sot e mësova që pas ka qenë e vërtet që ka pasur një protestë, është thirrur policia, ka pasur një sherr, prandaj dhe publicitetet aso kohë kur nëna e Selin u fut në shtëpinë e Big Brother ishin aq shumë të gjata, pasi kishte një konflikt për ta nxjerrë realisht Selin nga loja e Big Brotherit, pasi ka pasur një lloj tentative për të rikthyer sërish në krevatin me Mirin, ndoshta për të dalë edhe
video dhe situata që nuk i do të shkonin për shtat raportit që këta kanë pasur si ortak dhe jo të shkoj për te ortakërisë e gjithë situata dhe i gjithë dramaciteti, por sidoqoftë Miri do donte që të kishte një tjetër qasje nëse realisht është artist, nëse realisht i thënë këndo, se është bërë virale ajo videoja ku Miri këndon si për zërit e Albëria a dëgjona e këngën asnjëherë dhe më mirë Gomari këndon se sa Miri, por sidoqoftë jemi paksa dashamirës tani që është fundi dhe me që është video e fundit troç me Redin brenda shtëpisë së Big Brotherit, se sigurisht do të komentoj dhe dinamika që do të jenë post Big Brotherit, por gjërat më me vlerë dhe ato që publiku realisht ka interes për të dëgjuar dhe jo për të shkuar tek çdo personazh i rëndom që është futur në këtë edicion. Sidoqoftë edhe në intervistën që kishte Miri në Top Albania Radio të mërkurën, ishte shumë i zbrazur, ishte shumë i vakët, ishte shumë në tension. Pra, e kanë vënë re këtë tensionin që ka pasur një lloj ngarkese për hir të lojës që ka bërë vetë dhe që e ka planuar kur e pyetën se kush është gabimi jot, u shpreh që kam përdorur fjalë që nuk duhet, pra kam shfaqur veten, ndërkohë që duhet pranonte gabimet më të mëdha që ka bërë, siç është fjala që solli për Selin, apo agresioni, apo edhe le të themi një lloj nxitje për dhunë, apo edhe kërcënimet që ka bërë për Mateon, por edhe një lloj agresioni ndaj Shndrit Lumit, por sidoqoftë edhe loja e pisët që pranoi të bënte me Rogerti, me të cilën hëngri koko në fillim, por pastaj u bë ortak, u tulat, ul, u struk, u zvoglua dhe ranën hijen e bombës, siç Rogerti e ka emërtuar veten, por sidoqoftë ka një lloj të zgjatit të madhe të diskutimit, edhe flasin për një qytetari të Mirit, flasin për një edukat, për një djalë me vlera, ndërkohë që ka treguar me këtë lojën e pisët që bëri me Selin që për hir të Big Brotherit ky do të bënte gjithçka, siç edhe ka bërë, që donte ta mbante me kthetra Selin në krevat duke mos ikur, dhe kur ikte sërish e provokonte situatën me të dhe donte do e mos që të gjithë rrugët të çonin te ky krevat, me sa duket pasa qenë i rehatshëm, i bollshëm dhe i madh për ta mbajtur Mirin, një figurë e West Side Family, edhe pse një grup që vitet e fundit ka qenë në pauzë jo shumë prodhimtari, por sidoqoftë edhe figura e Mirit tani po e njohim se ka qenë gjithmonë në sfumaturën e grupit në hije dhe jo shumë prezent në media. Sidoqoftë dua të kaloj tek personazhi që ka qenë padyshim kryefjale e këtij Big Brotherit, tek Selin, që me të gjithë të mirat dhe të këqijat e saj është kthyer në emblematikën e edicionit të 5 të Big Brotherit, një vajzë e re me një guxim për të përballuar një lojë me një oratori, edhe pse me informacione të mangëta, por sidoqoftë kjo është jeta, jo të gjithë kemi dëshirë për të lexuar libra, jo të gjithë kemi dëshirë për të parë filma, por kryesorja është që ishte e guximshme për të përballuar çdo situatë në atë lojë, dhe ky element e ka bërë ato të fortë, ndoshta dhe fituese në sytë e publiku, se është dhe do të mbetet një personazh që nuk u tërhoq kurrë për të bërë pas, edhe kur e degradoi Rogerti, ai ishte aty duke u përballur me të, edhe pse ky fundit u ul kur donte Selin, pra ai thoshte ti me mua do të flasësh në mënyrë të qetë kur unë të dua, dhe ashtu ka bërë biseda, le të themi, për jetën për jashtë me Selin, se kjo ja ka ofruar dhe pse për mua në qasjen time nuk duhet të kishte këtë marrëdhënie me Rogertin, që në një moment hëngrën kokat, në tjetrën ullot kokan, e pin kafe, e pin verë së bashku. Por sidoqoftë është edhe një video e fundit e ditës së djeshme ku Selin shkon afër Mateos që është tek pishina, dhe tek veranda është Miri dhe Rogerti, edhe kjo çohet me stile dhe shkon te grupi. Gjithmonë kanë qenë dyshimet që kanë pasur një lloj aleance për të mbajtur njëri tjetrin në lojë. Publiku i ka parë të gjitha dhe censurën e të iskajshme që është bërë ndaj Mateos, kjo gjë lexohet kudo në mbështetësit e Mateos, që ka më shumë protagonizëm në primet e Big Brother, por edhe kur flitet në emisione, më së shumti përqendrimi i atyre që bëjnë skaletën është për situatat Selin dhe Miri, dhe pak më pak për Mateo dhe për Brikenën, ku ka qenë ende brenda shtëpisë së Big Brotherit. Por sidoqoftë Selin ka bërë një Big Brother dinamik, pranoi një lojë që nuk është e lehtë. Edhe pse e kam thënë që e ka dashur këtë lojë, e ka dashur ndoshta edhe degradimin e Rogertit, se mund t'i bënte stop, mund t'i bënte prit, por futën në lojë tezet, futët në lojë gjërat jashtë, futën në lojë atje, këtu, pra
Edhe Selin ka bërë ato gabimet e saj, siç u shpreh në intervistën me Blendi Salaj që tha krevati që i dhash zë dhe i dhash diçka që duhet ishte më e pakët, edhe pse edhe nesër brëma besoj që do të flitet sërish për krevatin në finalen e madhe të Big Brother Albania VIP5, degradimi që i bëri kryesisht Juelës me një lloj agresioni, siç u shpreh edhe dje, edhe me një lloj turrje edhe për ta goditur, për mua janë veprime që e kanë dënuar Selinin në lojën e saj, por edhe ato stereotipet që e ka sjellë në shtëpi, siç është për Mirditën që ka kërkuar falje edhe vetë koshjente për gabimin që ka bërë, janë to 3 pika që besoj duke futur edhe aleancën, le të themi pranimin e degradimit që Rogerti i bënte edhe më pas një lloj ulje me të që për mua duhet zgjidhte një tjetër qasje për të qenë më burrnesh në atë që ajo është prezantuar dhe që ka pasur përballje, për të mos shkuar në një lloj sfumature kur ndërkohë që zihesh ha kokat, pastaj ulesh pi verë kafe me të. Por sidoqoftë do të mbetem tani tek personazhi që ka mbështetjen maksimale në rrjet reale, kudo po flitet për të, në çdo sondazh ai kryeson, dhe është padyshim Mateo, një personazh njëri në këtë Big Brother që nuk bëri aleancë me askënd për t'i rënë askujt, që zgjodhi të jetë i drejtë me veten e tij, me ato që ai di, me ato që ai njeh, ka bërë batuta edhe kur ka pasur këto sfidat e njohurive, duke thënë që nuk e kam parë këtë, nuk e kam lexuar, pra ka qenë koshient dhe nuk është se e ka justifikuar veten, por sidoqoftë, pse po më pëlqet Mateo kaq shumë, pse ka kaq shumë mbështetje masive kudo po shikoj shqiptar në Europë, në Amerikë, kudo që ka këmbë shqiptari që po dërgojnë foto duke mbështetur Mateon, është sepse është një djalë i ri që nuk ka degraduar askënd, që nuk ka baltosur askënd, që nuk është sjellur rrugatshme askënd, ka qenë përballë të gjithëve edhe kur u fut në shtëpinë e Big Brotherit edhe u fut me datën 3 janar, ai ishte përballë miri duke i treguar lojën e pisët që ky burr po bënte me një vajzë të re, nuk u friksua, ai sa e nxori dhe mirin, le të themi në veten e tij më të keqe, se nëse do të flasim për lojën dhe çfarë ka arritur Mateo, është se ka nxjerr mirin nga binarët, ku edhe ka kërcënuar, edhe ka tentuar të godasë, edhe i ka bërë të gjitha. Nga ana tjetër, të gjitha provokimet që Rogerti i ka bërë Mateos, jo vetëm ballë për ballë atij, por edhe duke përdorur brikenën, sërish nuk është tulatur që të pranoj një lloj aleance, gjithmonë ka qenë i drejt për drejt, i ashpër dhe jo miqësor me të, siç duhet të jesh me dikë që ti nuk e pëlqen për lojën që bën, apo edhe për gjithë dallaveret apo edhe provokimet siç Rogerti ka bërë Mateos, duke i përmendur motrën, duke i thënë me sa meshku njëkohësisht do të bënte marrëdhënie, duke i përmendur babain për borxhin që paska babai Mateos, e duke kaluar në ofendime dhe në provokime që her pas here Rogerti i bënte nëpërmjet brikenës për të tensionuar dhe për të nxjerrë nga vetja sigurisht Mateon, por nuk ja ka dalë, se ka qenë që nga dita parë deri më tani dhe besoj deri nesër në finale, por edhe ku të dalë nga Big Brother, ky Mateo Babaxhan, ky djalë që ka ruajtur vlerat, parimet e veta, në atë që ai është, pse duhet ta sfumojmë apo të themi gjëra që nuk janë, dhe nuk më vjen mirë që ka një lloj nënvlerësimi, siç u shpreh, dhe një lloj censure, por sidoqoftë, nëse ti arrin tek publiku, nuk ka platformë ekran që të ndalë ty, kjo gjë vërtetohet me të gjitha votat masive. Mund të kenë, nuk e di sa 100.000 euro janë hedhur për të fituar Mateo, dhe është padyshim një sfidë e fortë për mua që e kam ndjekur Big Brotherin që nga dita parë, dhe padyshim që duhet të shkojë në podin final Mateo që ka mbështetje maksimale të publikut dhe Selin që ka ditur të bëjë një lojë edhe pse me gabime, por sidoqoftë ka treguar një forcë për një vajzë të re dhe është e rrallë edhe në shtëpinë e Big Brotherit që një vajzë në moshën e Selin t'ja dilte edhe të jetë padyshim një nga emrat më guximtar, por edhe nga emrat më pranfitore. Sidoqoftë, unë do të mbetem tek Mateo pasi e kam parë më shumë njëri dhe pëlqej më shumë personazhet njerëz në këtë lojë që nuk bëjnë aleanca të fsheta, që nuk e baltosin veten, që nuk bëjnë gjithçka dhe që nuk lëshohen pa fre me gabime, se unë them ne njeriu duhet ta shikojmë në të gjitha dimensionet, në të gjitha ngjyrat, në të gjitha qasjet, për të kuptuar se çfarë bën ky njeri për të mbijetuar një sfidë, se Big Brother është një sfidë, dhe Mateo me guximin e tij, me atë egon për të fituar drejt, për të fituar gjithmonë, kjo gjë është vërtetuar dhe nga fitoret që ai ka marrë
ku ka qenë sfidat që kanë qenë në dorën e publikut për të zgjedhur fituesin, siç ishte në gjysmëfinale që fitoi sfidat që ishin në ato ditë në shtëpinë e Big Brotherit. Ka dalë fitues në nominimin që ka qenë kokë më kokë me Stenaldo, një personazh që ka pasur vëmendjen e publikut dhe që ka qenë një risi në Big Brother për një individ si ai. Matteo fitoi. Ka fituar sfidën ku ka qenë përballë Selin, Gimbos dhe Brikenës, duke dalë i pari në atë televotim. U shpall finalisti dytë, pra ja dhënë të gjitha indikacionet që publiku i gjerë, jo vetëm në Shqipëri, jo vetëm në Kosovë, jo vetëm në Maqedoni, ku ka zonja të nderuara që unë shikoj që japin mbështetje, por edhe shqiptarët e Kosovës që janë në diasporë, në Zvicër, në Gjermani, në Itali, në Amerikë, kudo që ka shqiptar janë masivisht pro Mateos dhe mbetet për të parë nëse fituesi Big Brother Albania VIP5 do të shpallet një djalë i ri që ka pasur këto virtyte në lojë, që ka qenë i drejtë, që nuk ka bërë pisliqe, që ka qenë i fokusuar dhe mbi gjitha love story me Brikenën që ka magjepsë të gjithë ata që besojnë një ndjenja reale, në ata që besojnë në vërtetësi dhe në këmbgulin e këtij djali për të fituar zemrën e një vajze që pëlqente, edhe pse për disa ka qenë si një lloj strategjie që ky pas ka pasur duke, le të themi, e bërë Brikenën pjesë të lojës së tij, por Brikena ka qenë kokfort, ka qenë mosbesuese, ka qenë edhe paragjykuese, edhe ka hedhur Mateon dhe ky djalë që nuk u dorëzua kurrë me gjithë simpatinë e tij dhe durimin e tij, ja ku është krah për krah me Brikenën, sigurisht një nga çiftet që ka magjepsur publikun, padyshim çifti i rekordeve dhe do të jenë për sa kohë do të ndihen mirë me njëri tjetrin se çfarë ndodh më tej. Kjo është çështje e tyre, nuk është çështje më e Big Brotherit. Por sidoqoftë në të gjithë këto 4 muaj që u kanë bërë trotshme redin, me të gjithë dinamikat që kanë parë, sigurisht që përballja është e fortë me një personazh njëri si Matteo dhe me një personazhe lojtare si Selin që i ka vënë rrotull të gjithë burrat asaj shtëpie, sigurisht me të gjitha ndihmat që kanë ardhur nga jashtë në ato lojë, që nga letra babait, që nga deklarata babait, që nga fjalët e vllait, që nga Greta, që nga Shndriti, që nga Gimbo, që nga Rogerti, pra i kanë dhënë një dorë kësaj vajze shumë të madhe, jo vetëm që ajo nuk është se nuk e ka fuqinë dhe potencialin për të qenë një nga figurat e së ardhmes në Top Channel, se sigurisht besoj do të ketë programin, do të jetë pjesë e familjes së madhe të Top Channelit për të gjithë oratorin, për të gjithë finesën dhe shtrirjen që ajo ka, që e ka fituar dhe nga eksperiencët e saj, por sidoqoftë mbetet për të parë nesër ku do të jetë dita e madhe e finales, e ku fituesi sipas informacioneve mund të shpallet në taracën e madhe lart në piedestal duke prekur qiellin në mesnatën e së dielës. Shikojmë se kush do të shpallet në bazë të votave, por në ato që unë kam komentuar dhe kam thënë gjithmonë, në podin final duhet dhe do të jetë se s'bën Matteo dhe Selin, 2 personazhe, njëri lojtar, tjetri njëri, tjetri ka një publik masiv që e pëlqen për për karakteristikat që unë thash, tjetra ka audiencën që pëlqen një vajzë të rregullzimtare, luftarake që nuk pranoj presionet, qoftë edhe atë kërkesën e familjes për të lënë lojën, mbetet për të parë se ko do të zgjedh publiku, por unë ju falenderoj juve që keni zgjedhur edhe të mbështesni Trotshme Radio në këtë edicion të 2. Do doja të jepnit mendimin tuaj, le të themi finale dhe të fundit për gjithë të rrugtim 4 muaj, se këtë doni të shpallit fitues dhe më kryesorja, mos harroni si gjithmonë t'i bëni subscribe kanalit ton Koha Jon në YouTube. Deri në një moment tjetër, unë ju përshëndes dhe ju falenderoj për gjithë suportin që keni dhënë dhe besoj do ta jepni edhe në tjera qasje që unë vi për ju.